Dhe Kurban Bajramin një do ta pritin në shtëpi. Për një shtëpi që soj vojzës me amaru. Kisha dorë dikush me një unë është të model shëri. Edhe për një shtëpi, se kemë akleja që është të këshin. Tymin e vlo, po kohë tymin për këtë shumë. Po më rëdhenjë më kohë. Ta në bëmë rëkëtavë të po të në gjekës. Po kam kushte, se kësha edhe më kështu nuk që ka vlohë, se nuk po mund me qedru vlohës. Pra falë donatorëve të disa nga mërgjimtarët, ata kanë shpreh dëshiren që kësaj familje pastores që kanë shiku, t'ja ndërtojnë shtëpinë e tyre. Dhe sot ne këtë lajm të mirë, të gëzuar shumë më të madh, do t'ja sjellim. Opa, si mi lajm? Hajde për hajde, koftë. Erdhëm apet. Disa donatorë, mërgjimtarë të jashtit, një 2 djemë të ri të mirë, kanë shpreh dëshiren që juve m'ja marru shtëpinë. Hajde për hajde. E shtëpia ka munis nesër. Zoti shpërbleft ata, inshallah me të mira. Shtëpia po bëhet e re. Elhamdulillah. Këtë familje shumë kush nuk e ka njoftë hiç. Dhe nuk e din ndoshta as ku është. Mirë po, zemrat e tyre ju kanë qajt dhe ata kanë kontribu në mënyra të ndryshme që kjo familje sot jetë të ku është dhe të ketë një shtëpi të re. Ju kujtohet që në këtë shtëpi ishte një nanë e lanë vetë. Një nanë që i rritë 2 jetima, mirë po, ajo nuk mund të lëvizte. Ishte valdeti ajo, që ne do të shkojmë ta marrim dhe ta gëzojmë se ajo mezi pret ta shoh shtëpinë e re. Ta je mirë. Kena me i shpitresht tash. Falendete. Falenderojmë gjithë donatorët që kanë kontribu dhe që kontribuojnë. Falenderoj të gjithë donatorë që kanë vonë për këtë shtëpi, falenderoj për gjithëve. Dhe u falenderoj të vejteje, Allah ishë për drejtë tonë. Se kam në ciun e kam në të shërë sase, e falenderoj të ju e shumë. Bismillahirrahmanirrahim. Që valdete? Që dhuma? Që dhuma? Allah ju shpërdete në dheu. Na erdhëm para 1 mujve dhe sot jemi këtu dhe ditën e Kurban Bajramit dhe Kurban Bajramin një do ta pritin në shtëpi. Unë ju falenderoj mas pari ujt, ata donatorët që marrë një shtëpi au, ju falenderoj tonë që Allah ishë përbleft dhe kemi kontribu, kush ka kontribu, Allah ishë përbleft tonë gjithë. Edhe ju Allah ishë përbleft që zetë atyne, janë orë, kanë këshirë, falenderoj për juve, me kemi gëzu këtë qikë, e ata fëmi, e neve na kemi gëzu me këtë shtëpi, kur zotë më shëu. Na nga ky vend këtu falenderojmë gjithë ata donatorët që kanë kontribuar në çfarë do mënyre, qoftë materiale, qoftë fizike, qoftë me duar dhe lutjet e tyre, që sot kjo familje ta gëzoi këtë shtëpi të re. Posaçërisht i falenderoj 2 donatorë që kanë dashur të jesin anonim, 2 djemë të ri që jetojnë në Gjermani, Zoti shpërbleft në nderoft që ata e kanë dhënë pjesë për pasurisë tyre që kjo shtëpi sot jetë me çdo detaj, prej as dhe zhë që themi, duke filluar nga kockat e oborrit e deri tek matimta që sot i shohemi në këtë shtëpi. Gjithashtu një falënderim veçantë shkon për firmën Meraklit Shtëpia, i cili nuk ka hezituar dhe ka qenë çdo herë këtu dhe ka kontribu në mënyrën e vet, ka kontribu që kjo shtëpi sot jetë këtu. Ju e veç e gëzofshi edhe një herë. Shumë faleminderit. Inshallah do shikojmë me të mirë. Inshallah. Se pajagi u bë një punë e madhe, edhe investim pajagi i madh.
Mirë po, kur njerëzit e kanë zemrën e madhe, edhe pa dyshim për ta është e lehtë. Zoti mos ta lavë pa njerëzit tillë që ju dhem zemra kur dikon e shohin keq.